Kjo ngjarje bazohet në një histori të vërtetë. Një histori që e kam dëgjuar si fëmijë lidhur me një dasëm dhe tragjedinë të njëjtën ditë. Por atëherë nuk më kishte interesuar shumë. Në atë moshë nuk e kuptoja plotësisht rëndësinë e saj. Por tash më kujtohen disa pjesë dhe më intereson shumë ta di se çfarë ka ndodhur. Por vitet kaluan dhe gjyshrit e mi ndërruan jetë, nuk kisha më këtë pyesja për atë histori. Por një ditë u ktheva nga shkolla sepse studioja në Tiranë kurse fundjavën e kaloja në fshat. Kur mbërrita në fshat, vendosa të vizitoja një të moshuar, një njeri të mençur që më tregonte gjithmonë për alla, kur isha më i vogël. Sepse ishte komshiu im aty afër dhe ai quhej Omer, kurse unë e thërisja gjyshi Omer. Edhe pse nuk ishte gjyshimi i vërtet, ai nuk kishte pasur fëmijë dhe gruaja kishte vdekur prej kohësh. Tani jetonte vetëm, shpesh i çoja edhe buken. Dhe kishte kaluar një kohë e gjatë që nuk e kisha takuar. Prindit më thanë që kishte qenë i semur dhe shkova ta takoja. Ishte i lodhur shumë, por ende i kishte të forta kujtimet dhe mbante mend shumë. Pasi biseduam për shumë gjëra të zakonshme, papritur më kujtue ajo ngjarje e largët dhe e pyeta. Gjyshi Omer, mos ke ndëgjuar për historinë e dasmës së zezë? Dhe më tha se kishte ndëgjuar. Por jo që kishte ndëgjuar, por edhe kishte qenë vetë prezent aty atë ditë. Ai pasi filloi të më tregonte, unë e pash një stilolaps dhe një fletore aty. Dhe kësaj radhe nuk e lash që të me ikte, e shënova në çdo detaj. Sepse gjyshi Omer ishte i fundit ndoshta që ishte gjallë dhe kishte qenë prezent atë ditë. Kurse tash po ju lexoj juve këtë histori, ashtu qysh ma ka treguar mua Omeri. Ishte një ditë vere. E mbaj mend si të kishte ndodhur dje. Kam qenë vetë atje. Isha fëmijë, kisha vetëm 13 vjet. Por ajo ditë më ka mbetur në mendje përgjithmonë. Shpesh më del në ëndër sikur po përjetoj sërisht. Ishte një ditë që ata që ishin aty prezent nuk e kanë harruar kurrë. Ishte viti 1924 apo 25, se mbaj mend sakt vitin. Një dasëm e madhe po përgatitej disa kilometra larg nga ky vend, në një fshat ku I kisha edhe dajt. Atje jetonin 2 vëllezër, të cilët kishin një lidhje të fortë me njëri tjetrin. Babai I tyre ishte martuar 2 herë. Nga martesa parë kishte lindur Muja, dhe gruaja e parë I vdiq gjatë lindjes. Ndërsa nga e dyta lindi një djalë që avuri emrin Xhemal. Por edhe ajo grua I vdiq pas disa vitesh. Fatkeqësisht, nënat e tyre kishin ndaruar jetë kur ata ishin ende fëmijë. Muja se kishte njohur kur nënën e tij, kurse Xhemali menzi ja mbante mend fytyrën. Se kishte qenë shumë I vogël edhe ai. Por babai I tyre nuk u martua më kurrë. Vëllezërit tash ishin rritur bashk, duke mbajtur gjithmonë krahun e njëri tjetrit, të njohur nga I gjithë fshati për punët e tyre. Ata nuk kishin pasur një femëri të lehtë. Në mungesë të nënave të tyre, ishin rritur me sakrifica të mëdha, shpesh duke u përballur me varfërinë dhe me vështirësitë e jetës në fshat. Që fëmijë, ata ishin të detyruar të punonin tokën, të kujdeshin për bagëtinë dhe të siguronin ushqimin e tyre me djersën e ballit. Ishin rritur duke ndarë gjithçka, buken, lodhjen, por edhe momente të pakta të gëzimit. Kur njëri ishte I lodhur, tjetri merrte barën mbi supe pa u menduar 2 herë. Vitet kaluan
erdhi koha që muja të martohej. U martue shumë shpejt, u bë edhe baba, i lindi një vajzë të cilën e quajti Aishe. Po atë emër e kishte pasur edhe nëna e Xhemalit. Aishja ishte një vajzë mrekullueshme, e dashur nga të gjithë dhe Xhemali e donte po aq sa vetë muja. Ai e shihte si dritën e syve sepse ja kujtonte emrin e nënës, po dhe ishte harmonia atyre në shtëpi sepse të dy ishin rritur me mungesën e nënës së tyre dhe e donin shumë të dy. Aishja po rritej dhe kishte mbushur 6 vjet. Ndërkohë erdhi dita që edhe Xhemali të martohej dhe për këtë arsye u organizua një darsim shumë e madhe. Në atë kohë, dasmat zgjasnin disa ditë dhe ishin një ngjarje e madhe për fshatin. Unë bashkë me nënën time shkuam një ditë para dasmes, sepse dajt e mi ishin nga i njëjti fshat dhe na kishin thirrur edhe neve. Kur arritëm, pam që gjithçka ishte gati, 2 lopë të mëdha prisnin të therreshin, ndërsa na treguan se edhe 2 të tjera ishin therrur ditët që kishin kaluar. Ishte një dasëm e madhe. Mishi piqej në njërin anë, ndërsa në anën tjetër dëgjohej muzika dhe këngët që mbushnin ajrin me gëzim. Vëllezërit këndonin së bashku dhe mes tyre vraponte e vogla Aishe. Ishte aq e shkallët dhe e lumtur. Nuk ndalej në asnjë çast. Xhemali e mbante shpesh në krah, i këndonte duke lëkundur në ajër. Të gjithë e donin atë vajzë, ishte si një dritë që ndriçonte gjithë atë darsëm. Herë shkonte në një cep dhe herë në cepin tjetër. Ishte shumë miqësore, gjithmonë e shihje duke u ofruar me njerëzit. Por në një cep të oborrit, gratë po nxenin ujë, sepse ju duhej. Në atë kohë, uji për darsëm nxehej në një kazan të madh, i vendosur mbi zjarr. Ishte një moment i zakonshëm në dasma, gjithmonë bëhej në atë mënyrë. Kur në një moment dëgjuam zërin e një gruaje duke bërtitur. Ajo bërtiti me gjithë fuqinë e saj. Të gjithë e kthyem kokën ka ajo, por unë e pash që asaj ra të fikët. Askush nuk dinte se çfarë kishte ndodhur, por kur u afruam, e pam vajzën e vogël që i kishte rënë uji i nxehtë mbi shpinë dhe fytyrën e kishte në zjarr. Se qysh kishte mundur të ndodhte në atë mënyrë, nuk e morëm vesh kurrë. Babai i saj vrapoi shpejt dhe kapi me një kal dhe e mori me vete. E çoi te një mjek popullor aty në fshat. Por mjeku pasi ja pa plakët, e pa se ato ishin të rënda dhe i tha që ta merrte vajzën dhe ta çonte te një spital që ishte hapur para disa vitesh. E kishin hapur disa vullnetar. Dasma tashmë sikur të mos ishte dasëm. Të gjithë mendonin për fëmijën. Të gjithë prisnin që të kthehej muja, por vëllai i vogël edhe nuk e dinte qartë se sa ishte lënduar vajza. Dhe pas një kohë a ju kthye. Muzika u ndal kurse ai bërtiti. Mos se ndalni muzikën, vajza do të më bëhet mirë. Dhe na tha se vajzën e kishte lënë në spital dhe se do të bëhej mirë. Por pas një kohë njerëzit filluan të iknin, sepse nesër ishte dita dasmës dhe duhej të pushonim. Por kur u zgjuam të nesërmen, nuk dinim si të shkonim në atë dasëm që mezi e kishim pritur. Nuk dishim se si do të shkonte puna me vajzën. Pyesnim për Aishën, por babai i saj nuk kishte fjetur. Kishte shkuar përsëri tek spitali dhe i kishte lënë amanet vëllait të vogël që darsma mos të ndalej me mua ose pa mua. Kishte marrë edhe një shok me veti. Kaloi mjesdita, por muja nuk u kthye. E morëm edhe nusën, por vëllai i vogël ishte i shqetësuar.
por pas një kohe ishte ora diku afër 12 mbrëmjes. Dhe njerëzit e pan mujen që po vinte me shokët e tij, duke mbajtur vajzën të mbështjellur në një çarçaf të bardhë. Të gjithë pushuen, nuk flisnin dhe shikonin drejt mujës, që po dridhej i tëri. Vëllai i vogël i sapo martuar shkoi te vëllai i tij i madh dhe e pyeti: "Ku është Aishja? Çfarë po mban në atë çarçaf?" Dhe filloi të shkulte flokët sepse e kishte kuptuar, por nuk donte ta besonte. Por muja nuk lëshoi asnjë zë, vetëm bante vajzën në dorë. Xhamali u afrua dhe me shumë dhe hapi çarçafin duke parë që ishte Aishja e vdekur. Filloi të bërtiste si çmendur dhe vrapoi jashtë oborrit të shtëpisë. Njerëzit e ndaluan me një herë duke shtërnguar fort, e sollën përsëri brenda. Ai filloi të bërtiste dhe i thonte vëllait: "Po si ma bëre kështu o vëlla? Pse nuk më ke treguar, pse me le të këndoja ndërsa vajza jote po vdiste?" Kurse muja për herë të parë foli: "Nuk kam mundur o vëlla, nuk kam mundur ta prish dasmën." Pastaj u ulën të dy në tokë dhe vajtuan. Jo vetëm ata, por të gjithë dasmorët vajtonin. Vëllai i madh u ngrit dhe na tha: "Kemi bërë 3 ditë darsëm, kurse nesër në ditën e 4 ju ftoj të gjithëve në varrimin e vajzës." Të nesërmen shkuam të gjithë. Kishte shumë njerëz. Unë tani kam 90 vite dhe ende nuk kam parë varrim më të dhimbshëm dhe me më shumë njerëz. Njerëzit filluan të flisnin duke thënë se mjekët i kishin treguar se vajza nuk kishte pasur mundësi të bietonte dhe kishte vdekur pas një ore që kishte mbërritur në spital. Por Xhamali i kishte thënë komshiut që mos t'i tregonte askujt sepse nuk donte që t'i prishte vëllait dasmën. Kaluan një vit dhe vëllait të madh i lindi një djalë, kurse vëllait të vogël që ishte martuar e kishte gruan shtatzan dhe lindi një vajzë dhe i avuri emrin Aisha. Kurse unë në fund të kësaj historie duhet të falenderoj shumë Gjyshin Omer për këtë histori. Edhe ai ishte shumë i vogël në atë kohë dhe nuk i mbante mend të gjitha detajet. Kurse juve faleminderit që na ndiqni dhe për më shumë video si kjo bëni like dhe subscribe kanalin ton në YouTube.